Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ibn Qayyim rahimullahu ta'ala në librin e tij El Fawaid, dobi e përfitime, thot kështu: 10 gjëra konsiderohen të humbura dhe nuk sjellin dobi. Cilët janë ato? E para, dija që nuk zbatohet. Mëson, din, po me te nuk punon. 1. 2. Vepra që nuk ka sinqeritet, as pasim të shembullit të Muhamedit a.s. As ikhlas, as pasim sunetit. 3. Pasuria e cila nuk shpenzohet për sadaka. Kështu që grumbulluesi nuk e shijon atë në këtë botë dhe nuk e depoziton për botën tjetër. 4. Zemra që është e zbrazur nga dashuria për Allahun, malli për te dhe afërsia me te. Nuk i dobi nga kjo zemër e cila nuk është e mbushur me dashuri për Allahun. 5. Trupi i cili nuk shfryzohet për t'ju bind Allahut, për t'i kry obligimet karshi Allahut. 6. Dashuria që nuk është e lidhur me kënaqësinë e Allahut dhul xhelal dhe zbatimin e urdhnave të tija. 7. Koha që harxhohet pa e shfryzuar në gjëra të dobishme, për ndrequr të kaluarën dhe për të fituar afërsinë me Allahun të ardhmen. 8. Mendimi që endet në atë që nuk ka kur një farë dobie në te. 9. Shërbimi për dikan që nuk të afron me Allahun dhe nuk të sjell dobi në çështjet e kësaj bote. 10. Friga dhe shpresa ndaj dikujt që e gjithë çështja e tij edhe jotja janë dorë në Allahut. Ai është rob i fuqisë së Allahut dhe ai nuk mund t'i ban vetes as dëm e as dobi, as vdekje, as jetë, as ringjallje. Andaj, pse duhesh me u frigu prej tij ose me shpesu atë? Dhe gjëra që Allahu neve na i ka dhënë disponim, e na nuk përfitojmë prej tyre nëse nuk i shfrytëzojmë ashtu siç kërkon Allahu prej neve. Dija të zbatohet, veprat ketë sinqeritet, pasuria të jep sadaka, zemra të don Allahun, trupi t'i bindet Allahut, dashuria e njerëzve të jetë e lidhur me kënaqësinë e Allahut, koha të harxhohet duke adhuru Allahun, mendimi të endet aty ku ka dobi, shërbimi t'i bëhet atij që na afron te Allahu, friga dhe shpesa t'jetë vetëm për Allahun, për askën tjetër vetëm atij. Majnë men këtë këshill dhe porosi dhe kontrolloni veten a jeni këtu pari apo jo, që ta shihni si po shkon jeta juaj me Allahun subhanahu wa taala. Allahu ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.